Kur presidenti Donald Trump kërcënoi se do t'i tërheqë mbështetjen amerikane Izraelit për shkak të lëvizjes së Tel Avivit për të aneksuar bregun perëndimor të pushtuar, ai goditi në vetë thelbin e politikës së Washingtonit ndaj shtetit sionist, mbështetjen e pakushtëzuar dhe të hekurt. Kërcënimi i Trumpit përkoi me votimin paraprak të parlamentit izraelit, të mbështetur nga aleatët e ekstremit të djathtë dhe ultranacionalistët të kryeministit Benjamin Netanyahu për të avancuar një projekt ligj për aneksimin e bregut perëndimor. Ky hap zemroi SBA-n, pasi Washingtoni kishte frikë se veprimi i Izraelit mund të rrezikonte armëpushimin e brisht që Trump i kishte ndërmjetësuar në Gaza midis Hamasit dhe Tel Avivit me ndihmën e shteteve muslimane dhe arabe si Egjipti, Katari dhe Turqia. Reagimet nga udhëhecit amerikan ishin të menjëhershme dhe të ashpra. Nëse kjo është një manovër politike, atëherë është një shumë e marrë. Personalisht e marr si fyerje, tha nën presidenti J.D. Vance, duke i referuar momentit të miratimit projektligjit izraelit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, një mbështetës i përjetshëm i shtetit sionist, paralajmëroi qeverinë Netanyahu se ky hap mund të çonte në shembjen e procesit të paqes në Gaza. Një zyrtar i lartë amerikan nuk e fshehu pakënaqësinë e administratës Trump, duke përdorur edhe zhargon për ta shprehur. Ndërsa presioni ndaj Izraelit rritej, Netanyahu përpoq ta shmangte çështjen, duke pretenduar se legjislacioni për aneksimin ishte rezultati i provokimeve nga opozita. Por, a do të marrë seriozisht Netanyahu kërcënimin e administratës Trump, pasi ai vetë së fundmi deklaroi se Izraeli nuk është protektorati i SBA-s dhe mund të marrë vetë vendime për sigurinë e tij. Kështu merret shumë seriozisht, thot Alon Liel, ish drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme të Izraelit, duke shtuar se grupet e ekstremit të djathtë në Izrael nuk mund të vendosin vetëm për agjendën e aneksimit. Ligjvënësit e ekstremit të djathtë, përfshirë ministrat të kabinetit, e kanë shtyrë Netanyahu drejt agjendës së tyre për të ashtu quajturën Eretz Izrael apo Izraeli i Madh dhe marrjen e përhershme të gjitha tokave palestineze, përfshirë bregun perëndimor dhe Gazën. Por Liel thekson se, pa lejen amerikane, kjo agjenda e ekstremit të djathtë nuk mund të ecë përpara. Sipas tij, paralajmërimi i Trumpit kundër aneksimit është ajo që po e ndalon atë të ndodhë, diçka me rëndësi kritike për stabilizimin dhe paqen mes izraelitëve dhe palestinezëve. Megjithatë, duke pasur parasysh historinë e SBA-s me Izraelin dhe natyrën e paparashikueshme të Trumpit, analisti politik palestinez Kamel Hawash dyshon sa pesh ka realisht ky kërcënim. Gjuha e Trumpit ka qenë shumë më e ashpër ndaj Izraelit këtë javë, thot ai, por unë ende nuk jam i bindur se ai do ta bëjë atë që thotë. Megjithse ndërmjetësoi marrëveshjen e anëpushimit në Gaza dhe nënshkroi një marrëveshje në samitin e fundit të paqes në Sharm el Sheikh, Trump ka shmangur pyetjet për shtetin palestinez, çështje që udhëhecit arab dhe musliman e shohin si kusht për paqe të qëndrueshme. Drejt çfarë po shkon kjo nuk është ende e qartë, thot Hawash, duke i referuar anëpushimit dhe planit 21 pikësh të paqes në Gaza të Trumpit. Pavarësisht qëndrimit të tij të fundit publik, një letër e fshehtë e vitit 2022 tregon se Trumpi më parë kishte mbështetur planin e Izraelit për aneksimin e bregut perëndimor. Ekspertët shohin gjithashtu efektin e Katarit pas presionit të Trumpit ndaj Netanyahut. Sulmi izraelit në shtator mbi kryeqytetin e Katarit, Doha, që kishte në shënjestër negociatorët e Hamasit, tronditi botën dhe zemroi presidentin amerikan dhe rrethin e tij të ngushtë, përfshirë dhëndrin Jared Kushner dhe të dërguarin e paqes Steve Witkoff, të dy me origjinë hebraike. Në një intervistë për 60 minuta, Kushner dhe Witkoff thanë se sulmi ndaj Katarit i forcoi bindjet në SBA se Izraeli po del jashtë kontrollit. Hawash beson se duke shtuar presionin ndaj Netanyahut, Trump mund të përpiqet të vënë nën kontroll qeverinë izraelite. Aqsa gjatë vizitës së tij në SBA në fund të shtatorit, Netanyahu detyruat t'i telefonojë kryeministit të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, për t'i kërkuar falje për sulmin ajror në Doha. Sipas meje, sulmi ndaj Katarit pati ndikimin më të madh në mënyrën si mendon Trumpi. Nëse Izraeli bombardon një nga vendet që përpiqen të ndalojnë luftën në Gaza, atëherë kjo është e patolerueshme, thot ai, duke u referuar përhirjes administratës Netanyahu për të kaluar kufijtë e moralit. Zaha Hasan, juriste të drejtave të njerëzit dhe bashkëpunëtore në Carnegie Endowment for International Peace,
e lidh kërcënimin e Trumpit ndaj Netanyahut me vizitën e ardhshme të princit saudit të kurorës Mohammed bin Salman, të cilin administrata amerikane po përpiqet ta bindë të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin, duke u bashkuar marrëveshjeve të Abrahamit të vitit 2020. Javën e kaluar, ministri izraelit e ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, u tërhoq nga komentet fyese ndaj Arabisë Saudite, ku kishte thënë se Tel Avivi duhet të refuzojë ofertën e Riyadit për normalizim në këmbim të një shteti palestinez, duke i këshilluar udhëheqësit saudit të vazhdojnë të kalerojnë deve në shkret të tjerë. Megjithatë, Hasan beson se Riyadi nuk ka gjasa të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin në këtë fazë. Analistët thonë se veprimet e Netanyahut gjatë 2 viteve të fundit janë diktuar nga dëshpërimi për të qëndruar në pushtet, gjë që është e mundur vetëm me mbështetjen e alatëve të tij të ekstremit të djathtë. Përveç se përballet me një proces gjyqësor për korrupsion, Netanyahu ka humbur gjithashtu shumë mbështetje publike për shkak të menaxhimit të tij të luftës në Gaza, veçanërisht në çështjen e pengjeve. Sipas Hawash, Netanyahu mund ta vonojë ose ta ndalojë përkohësisht votimin e ardhshëm për aneksimin, nëse dëshiron, por grupet e ekstremit të djathtë nuk mendojnë në termat e një shteti demokratik normal. Ata mendojnë në termat e realizimit të një vizioni biblik, sipas të cilit ligji ndërkombëtar nuk vlen për Izraelin. Edhe pse Netanyahu e ndaloi përkohësisht ligjin e aneksimit për shkak të kundërshtimit të Trumpit, të gjithë ministrat e partisë së tij, Likud, kishin kërkuar më herët këtë vit aneksimin e Judes dhe Samaras, emrat biblik hebraik për bregun perëndimor të pushtuar. Hasan beson se legjislacioni për aneksimin ka gjasa të avancojë në Kneset, pasi gëzon mbështetje të gjerë mes ligjvënësve izraelit. Netanyahu e ndaloi për momentin vetëm për shkak të presionit ekstrem të administratës amerikane. Por kjo nuk do të thosë se administrata amerikane mbështet zgjidhjen me 2 shtete, nga e cila Trump është tërhequr, thot ajo, duke referuar reagimit të paqartë të Trumpit ndaj përmendjes së kësaj zgjidhjeje nga kryeministri britanik Keir Starmer gjatë vizitës së tij të fundit në Shtëpinë e Bardhë. Në fakt, Trump tha se nuk ishte dakord me vendimin e Britanisë për të njohur shtetin palestinez. Në qershor, ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, deklaroi gjithashtu se Washingtoni nuk ndjek më zgjidhjen me 2 shtete. Në dritën e këtyre deklaratave, aneksimi në këtë moment nuk do të ishte ndonjë devijim i madh nga pozicioni aktual i SBA-s, shton Hasan. Por SBA-ja, bashkë me aleatët e saj perëndimor dhe arabo-musliman, e di se nëse Izraeli anekson tani bregun perëndimor, anpushimi në Gaza do të shembet, diçka që Trumpi nuk dëshiron ta shohë, shton ajo. Hawash pajtohet, pavarësisht presioneve të ekstremit të djathtë dhe taktikave të sabotimit përfshir aneksimin, SBA-ja nuk do të dëshirojë rikthimin e luftimeve. SBA-ja do të fillojë të kuptojë se Izraeli nuk po vepron as në interesin e vet dhe Trumpi mund të përpiqet ta sjellë atë në sens, shton ai.